Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Partia Socialiste do të thyejë një rekord në vota dhe do të sigurojë së paku 10 deputet nga ky qark. Gjatë prezantimit të kandidatëve për deputet, Rama tha se nuk ka shans që një tjetër forcë politike të fitojë në Fier, duke theksuar se kush nuk voton Partinë Socialiste, voton kot. Ai e quajti objektiv të arritshëm marrjen e 10 deputetëve, por shtoi se nëse Partia Socialiste punon më fort, mund të arrijë më shumë se kaq. Kryeministri parashikoi një rezultat spektakolar në këtë qark. Kryeministri Edi Rama pati një takim me të rinjtë e Fierit, të cilëve u kërkoi votën për 11 majin si shanse i tyre për të studiuar në Bashkimin Evropian njësoj si një student i vendeve të BE-s. Rama thotë se përfitimet miliona euro që Shqipëria do të përfitojë nëse bëhet antare e BE-s brenda 2030-s nuk mund të lihen në ruletën e lojës politik. Kjo është arsyeja sepse vota e 11 majit ka rëndësi. Shikoni ç'a ndodh me ta. Ata që fituan i lën jashtë. Kryetari i partisë në Kavaj, deli pari në gjithë qarkun e Tiranës, e lën jashtë. E lën jashtë. Pa asnjë problem. Në një kuptim, po të shikosh listën e Kënetës, në fakt ajo është listë për në opozit. Është bërë për të qenë me një tuf qorrash, shurdhësh dhe kuash në opozit. As shohin, as dëgjojnë, vetëm recitojnë. Kua. Është bërë gati për të qenë në opozit, për të dalë të nesërmen, jo në 12 maj, jo për të çliruar TikTokun, se s'ka që TikToku të çliron, por për të thënë, a i vodhë, fituam, po, na e morën. E tjere, puna tyre, si gjithmonë. Pse duhet atëre demokratët, dhe pse duhet ata që mund të kenë shumë arsye të drejta që të mos jenë të kënaqur me ne, ta hedhin votën kot? Për cilën arsye në botë duhet ta çojnë ta hedhin votën kot për një grup që thjesht funksionon si një grup interesi i ngushtë edhe thjesht është përgatitur të rinë opozit. Studentët, të gjithë prindrit duhet mendojnë që pasaportën e BE-s ja japin vetëm ne, nuk ja jep dot njëri tjetër, nuk me këtë do flasi BE-ja, me bufin. Sa të rilidhen kodet e komunikimit edhe të bëhen transkriptet e qa do të thot kua në gjuhën e BE-s kanë kaluar vite. Kështu që në momentin kur prindrit çojnë fëmijët në BE për studime, ata janë student BE-s. Nuk janë student huaj. Sot studentët shqiptarë janë student huaj. Janë me kuota, janë me pse hiqën një pjesë e studentëve europian nga Britania e Madhe, kur Britania e Madhe doli nga Bashkimi Evropian. Sepse u kthyen nga student që ishin në shtëpinë e tyre, se ishin BE, në student huaj. Edhe fillojnë tarifa tjera, histori tjera, leje qëndrimi, këto që kemi ne sot. Për punën është e njëjta gjë, deri dhe për rastet në nevojë, në vende të tjera, me pasaportën e BE-s, nëse ti je në një vend tjetër në fund botës, që s'ka ambasadë shqiptare dhe ke nevojë për diçka, ambasada më e afërt e BE-s e ka detyrë të marrë në mbrojtje. Karshi autoriteteve aty ose me institucionet e vendit aty. Pra, në këtë panoram, unë mendoj që është një punë e madhe që duhet bërë, që të gjithë atyre që do të votojnë në 11 maj, t'ju bëjmë të qartë që vota në 11 maj është shumë më tepër se sa një vot partijak. Është një vot përtej ngjyrave të partive, është një vot përtej interese. Nuk, domethënë, të jesh tifoz partijak në 11 maj do të thotë që mos dush veten dhe mos dush të mirën e të gjithëve bashk, kuptohet pa dashje. Jo me qëllim, por tamam, domethënë të jesh i keq i vetes.
ti je tifos partijak në 11 maj thush unë e kam vesh këtë fanellën e Kënetës dhe unë s'kam ç'a bëj tashti, është mos duash veten. Ti të hedhësh votën diku tjetër, përveç se për Partinë Socialiste, është ta hedhësh votën jashtë bankës besimit tek antarësimi në Bashkimin Evropian. Është ta hedhësh në lumë. Më keq, çfarë lumi? Lumi ka ujë të pasër në Kënet. Ky është realiteti. Dhe për më tepër në Fier, unë besoj që ne kemi të gjitha arsyet të besojmë që do thyem një rekord në vota. Këtu ata s'kanë asnjë shans, nuk e di për çfarë do mundohen. Por ndërkohë ata që i votojnë nuk e di se përse tani të shkosh ta dish që do humbi tjetri, edhe t'i japësh votën. Me këtë kosto, se dakord, mund t'i japësh votën kur do humbi, se në fundit është një palë zgjedhje PSD, unë jam PD s'ka njerë, po unë jam me PS-n, unë jam me Kënetën, s'ka problem. Por në këto zgjedhje, ta dish që këtu luhet fati evropian i Shqipërisë dhe luhet pasaporta jote personale, të çosh veten në një status tjetër dhe ti thush jo, nuk e dua unë për veten time, se do ja jap salamandrës, ku di unë, që ka Këneta këtu, kjo është pa kuptim. Çfarë fitojnë ata? S'kan që fitojnë fare. Ata mund ta kishin një shans sa kishin Nusretin, tash as Nusretin se kanë me këtë çfarë fitojnë. O, Nusret. Fitojnë ata. Unë ju falenderoj shumë, edhe kam shumë besim që do bëni më të mirën edhe që do arrini rezultatin më të papritur. Nuk po flasim më shumë se ne do t'i bëjmë zmetin e do t'arim. Objektivi ynë është minimumi. Ndërkohë që ambicia e onë është pa limit, por objektivi është minimumi. Kështu që 10 deputetët e Fierit ne duhet t'i kemi në parlament. Minimumi. Pastaj 4 orë pa gjumë janë për më shumë se kaq, po duhet garantojmë minimumin.